zemër të Prishtinës, dal nga dal po ngritet një nga projektet më të rëndësishme në vend, një standard dhe dimension i ri i jetesës urbane. Projekti Intercity, qendra e parë tregtare multifunksionale në vend dhe rajon, u lancua këtë të mërkur. Përshkruar nga investitorët si një qytet brenda qytetit, ky kompleks gjigant do të gërshetoj jetesën urbane, gastronomin, blerjen, kohën e lirë dhe hapësira të punës me standarde të larta. Investitori i Intercity, Artan Reka, shprehu kënaqësinë dhe krenarin që së bashku me partnerët e tjerë po kontribuan në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Intercity nuk është thjesht një projekt ndërtimor, ai është reflektim i punës dhe besimit tonë të thellë për të ardhmen e Kosovës, në një të ardhmen moderne, të zhvilluar dhe të qëndrueshme. Intercity po ndërtohet si një qendër multifunksionale që ka vetë arkitekturë moderne me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj cilësisë e cila përkthehet në një platformë ideale për zhvillimin e aktiviteteve komerciale. Intercity do të jetë vlerë shtuar e kryeqytetit dhe vendit tonë. Ky projekt është gjithashtu një dëshmi konkrete e vullnetit tonë si investitor vendor dhe ndërkombëtar, kontribut në zhvillim ekonomik dhe social të vendit. Jam krenar që këtë hap e hedhim në bashkëpunim me partner vendor dhe ndërkombëtar që mbështesin këtë vizion. Po ndërtojmë një koncept të ri brenda kryeqytetit, një simbol të aspiratave tona me besim, bashkëpunim dhe përkushtim. E Mauro Abrugjeze, drejtori menaxhuesi Intercity, prezantoi në detaje çdo hapësirë të projektit, duke theksuar se Intercity do të sjellë të gjitha në një vend. Vetëm zona e dedikuar për dyqanet e blerjeve do të shtrihet në mbi 15.000 metra katror. Ai gjithashtu theksoi se lokacioni pranë ambasadës amerikane në Dragodan ofron një qasje të lehtë dhe të shpejtë, jo vetëm për banorët e Prishtinës, por edhe ata që vijnë nga qytete të tjera të Kosovës. Rëndësia e këtij projekti është shumë e madhe, pasi është krejtësisht ndryshe nga projektet e tjera të deritanishme në vend dhe region. Është i pari që përmbledh një komunitet në një vend. Do të sjellë shumë njerëz që do të bëjnë blerje, por në të njëjtën kohë do të përjetojnë momente me eksperienca të ndryshme dhe Intercity do të sjellë të gjitha në një vend. Ne kemi përdorur të gjitha asetet e duhura për këtë projekt. Për komunitetin, rëndësia është se për herë të parë e kemi në një qendër tregtare, në një hapësirë kaq të madhe për 15.000 metra katror. Lokacioni po ashtu është strategjik. Jemi pranë ambasadës amerikane dhe njëkohësisht afër qyteteve të tjera. Investitori tjetër Bujar Reka theksoi se që nga fillimi i punimeve në vitin 2024 e deri më sot, projekti Intercity ka krijuar mbi 2.000 vende të reja pune. Ai shprehu besimin se punimet do të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Mendoj që është një projekt shumë inovativ. Është një projekt që në këtë situatë që jemi sot ne, besoj që do ta përmirëson edhe dukjen e Prishtinës. Mendoj që është një ndër projektet më të mira që do të ketë Prishtina në të ardhmen. Që nga fillimi i punimeve, domethënë që nga projektimi, faza e projektimit e deri më sot, mendoj që janë afërsisht 2.000 vende pune. Mendoj që është një qytet brenda qytetit, ku i plotëson gjitha nevojat që ka një komunitet. Është të punu në 2 turne, po mendoj që brenda vitit 2026 do ta finalizojmë. Ashtu janë planet edhe mendoj që do ta realizojmë në kohën ekspres. Në një projekt kaq të rëndësishëm për ekonominë e vendit, nuk mungoi as prania e presidentës së Republikës, Vjosa Osmani. Ajo tha se ky projekt pasqyron vendosshmërinë dhe vizionin e sipërmarrësve vendor. Sipas saj, kjo qendër multifunksionale do të shërbejë si një imazh i ri modern për kryeqytetin dhe për gjithë vendin. Është vërtet kënaqësi e veçantë që të jem sot këtu me ju për të shënuar lancimin e një projekti që jo vetëm pasqyron vizionin për zhvillim modern urban, por në të njëjtën kohë pasqyron edhe fuqinë dhe vendosmërinë e sipërmarrjes vendore.
Kjo është edhe më e rëndësishme kur flasim për sipërmarrje të cilat janë trashëguar brez pas brezi dhe si që tha me të drejtë tregojnë se puna dhe mundi gjithnjë realizojnë suksese. Intercity është më shumë se sa një qendër ekonomike, si që pam edhe nga prezentimi, në fakt është një simbol besimi në potencialin e Republikës së Kosovës, në aftësinë e prodhuesve tanë, në aftësinë e investitorëve tanë për të ndërtuar, për të krijuar dhe për të kontribuar në ekonominë e vendit tonë, por gjithnjë me standardet më të larta bashkëkohore. Përkraja e prodhuesve dhe investitorëve vendor nuk është vetëm nevojë ekonomike e vendit tonë. Në fakt është vizioni më i drejtë për të ardhmen. Është rruga më e qëndrueshme për të ndërtuar ekonomi konkurruese, për të krijuar vende pune cilësore dhe për të rritur mirëqenjen për të gjithë qytetarët tanë e për ta bërë Kosovën një vend me cilin krenohemi të gjithë. E si që tha me të drejtë, projektet të tilla i japin edhe imazh të ri e zhvillimor Prishtinës sonë. Presidentja Osmani shtoi gjithashtu se në rolin e saj si presidente e vendit, do të vazhdojë të jetë gjithmonë krah prodhuesve dhe bizneseve vendore, që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetarët e Kosovës. Projekti Intercity do të përfshijë gjithsej 69 dyqane birrie, hapësira moderne zyrash, apartamente për banim dhe një hotel luksoz. Vlera e përgjithshme e investimit arrin në 53.842.000 euro.